sot nuk e kom gutë mirin asnjë herë. Ky episodit ja kanë nisë me më unë kom japu dillin mi krybo. Oj lik. E di pse jam i fortun? Oj pa burr. Vetëm për një arsye. Për shumë tjera, vetëm se ti çohesh nga atje edhe vjen këtu. Edhe ta luj truni ç'është teket. I pa respekt. Por këgjë ai ka respektin tim. Oj pa karakter, oj flesh. Në me gjes me epshin ta... Nini. Tani. Që zdi me kru. Si është tjetra? Pas ky zin, leti pas ky. Gimbo erdhi dhe ndonte debat me mua te Banagu. Unë vetëm fare në Terezit time të pi kafe. Unë nuk e kuptoj atë njeri se ku e ka hallin. Ja ke marrë lëmë pidore. Qa bën kë? Ngon masdere, vajton, sot mungon kua me ty. Kë? Mora mesazh. Atina i shkon mas. Se s'ka të sangu. Pa një ignoranti ngroti. E han furën. Ç'është do? Ky ke përdor ta dy. Ja sta tregojmë edhe ne kush jena ne, o budall. Po ti je loj. Ti ignorant. Po debil je loj. Këtu si i vërteti. Si më ne, o budall. Si i vërteti për çfarë? Ne nuk di lojën. Se këtu si i vërteti. E përkroni një që ja ka përmeni cesin familje, ja ka shoh familje, ja ka shoh karrierën. Këtë sanet më të fllishta ja ka bë. Ky sot është ushtari Atina. Do të shmor ti tonë. Edhe ti si Jo do të shmor ushtari tjerë tonë, o shok. Ti duhet të vërtet ata në mirë. Vetë ti s'kam të thonë, shumë mirë vetë. Unë kam shkuar mbrapa mëse Stut none, se nuk kam për shka më tut. Po ti, nëse ki një jetë më sulmu mu, mos më qenë njerëz, hajde ti o voptën. ti kur qash, do ngelesh keq. Se do të thyet zemra. Atu ka thy ty ja. Unë kam zemrën e modhe. Sojna është moshatar me këto. E ai e din çka është perverzitetin i moshatarit vetë. Shikimet e tina ndaj sojën interesant. I çon syza i hek e këshyr kështu. Kur Selini ka filluar me net me mua, kë automatikisht për atij momenti ja ka nis mu bo, jo xheloz, po toksik. Pra unë me Gimbo nuk kam asnjë lloj konflikti, po zero. Loja e mirit, piqe do me Selin është loj e flish të konater tash është e gërditshme. Ore përgjigju, pse po të han? Po për shirtan, Të han për qef. Po ma i qefi pra. Po pengon Allah se janë rrugë time. Po edhe çfarë? Po për çfarë je kështu tash? Për çfarë? Je për gangster. Po pse çfarë vjen? Kur jo vështirë më që je shumë të xhan edhe je shumë mashtrues. Edhe çfarë po të prish punë ty? Vish po ndresh punë. Kur Çdo punë të ti tua. po kallzo mua më vazhdua. Qyre më punë tua, shumë. S'do më i pa. Çfarë mund më? Ti je pedofil. Pse? Se i ke të konsul vetë tu. Sa jo konsil për zllaganaj. Për çfarë je pedofil? Po sa pedofil? Që se kuptoj pse unë jam pedofil. Kë manjak, çu si vjen morrë bi njerëzve tina. Shpisi. E pikani. Ik thot. Ti shikon ti jashtë veç unë e di çka shëbuti medicinë. Ky pro më dol njëri me 200 rrugë çit një shok me çet vol. Disi sot e mund që të çaj çat nuk ka shans me lut mo. Se kam ju bosi çam. Nuk kam e lon kërkun bul. Heç. Marrë Gimbo. Miri? Marrë. Po çat themun o Ledon, ja. Ju e pat vet videon. Ai vjen me një mënyrë shumë të shëmtuar që më sulmon për çfarë do lloj fjale që atit t'i vjen për gojë ta thot, mua më vjen turp kur i shikoj ato pamje që ai më thot të fundit e thot në fillim dhe nuk e kuptoj çfarë problemi ka ai drejt për drejt me mua kur flet vetëm për Selinin. Vetëm për Selinin. Kush është ky? Kush është ky? Po pra, problemi i konfliktin ose me marrëdhënien që unë kam pasur me Selin. Pse më thot mua pedofil? A ka mundësi të ma tregoj pak çfarë do të thot fjala pedofil dhe pse unë jam pedofil? O vlla. E në fakt kjo është e rënd Gimbo, këto duhet ta sqarosh se kjo Veç pak. s'ka fort lidhje me të drejtën. Nuk gjë tjetër. Ma asnjë gjë vetëm me këtë fjalë. Vjen keq për fjalorin që unë kam përdor mas pari. Se s'din çfarë do të thonë. Trus, ti edhe veç mos fol. Vjen keq për fjalorin që kam përdor, ndoshta edhe unë kam pak i nxem citat, edhe unë kam drejt ndoshta më me provokumin ai fjala, më jo më ka thënë mu. O, trus është. Trus, çeri vundua. Edhe ndoshta është jo fjalë mirë, jo ndoshta po është fjalë keqe, kam thonë. Çfarë do të thonë ndoshta më? O, trus, o shok, gandash. Ato përziv. Jo, Gimbo, a e di çfarë do të thotë fjala? Po, edhe pse e kum thonë unë? Pse e kum thonë nuk i fjalë mirit? Thash se unë në si shakon vendin tën, burr me një gru jashtë, me një fëmijë, edhe o trus, o shuj, o shok. Po, Selin nuk është fëmijë. Se ke thënë ashtu. O viç pak. Ky, përderisa është i martum jashtë,
ka grunë, fëmijë, edhe pranën me flajt një shtrat me dikën edhe më thët mu, pse që ka lidha jo single lokon, qka kë? Me gojtonë e këto. Me gojtonë Ai në këtë konteksti mund të jetë çdo gjë përveç se ajo fjala që të Jo, mashtrim ti këtu, para të gjithë nuk bën dot. Pra Gimbo mund të jetë çdo gjë përveç se ajo fjala që ti thua. Ajo ishte single. E ke gabim. Qështë? Shumë gabim të. Mos e mashtro këtë situatë. Mos e mashtro se ke dalë deti shumë keq. Shumë keq. Se shfrytëzon të gjitha fjalët që i ketin kokë. Edhe kujton se ato fjali kanë thënë nga goja ime. Mos u bëti mund qitë, më munu, më tregu mu, ata ju në kesë. Ato fjali, nuk e kam thënë. Ti e dojnë kesë në se cilë se do drisën. Kërkoj falemirit. O, më s'fol, ti o shok, më s'fol, ti e kom punë me të, s'kom punë me ty, tani me ty, pret. Ata themu se kam thënë. Jo, ta themu në ta, shka dole. Ta thush ti, okej. Po, ka dole. Thuaj ti po. Nga dalja mu. Ja, atje është. Po, normalisht edhe... Qa të thush, atje ishte e pa. përgjësi për fjallë që i thëmë, edhe besej që nashta nuk jem shumë i vogël, besej që kom një mbush të rritën që e di që ka foli. S'po dukesh aq. Edhe nuk mund është ti më në gjykua jem qaqa ju, edhe për menim temi një njeri që thët që qika nuk ka poslida e single lokon, qëfar prioriteti tjetër mund e me apë qëti njeri. Po këtë po them pra, mund të jetë çdo gjë përveç se atë fjalën që ti ke përdorur, sepse është një fjalë e pa vend. Për fjalën që kom thonë, i kërkoj falje edhe miri shumë për fjalën që kom thonë, se kur është diçka keq, unë s'kam nevojë me mbrojt është keq, po kanë herë edhe unë jam nervoze. Po pra se ka loja me Gimbo, ta tregoj unë. O vish pa, pse po fol o shok? Pse s'po më lën mua me fol me këto? Se a dishin vish pa. Ky vija jo, ka dole. Ky ka mbrojtje, ti e ke mbrojtje, o shok. Ti do të vije këtu prime që të gjykoje këtu për atë fjalë që të kërkoje falje, që ta kuptoje çfarë do të thënë. Ti e the aty pse nuk e direkt apo. Mësuesi drejtësisë. Duhet ishe këtu. Ky nuk fol prasti moment, nuk fol vet. Prasti moment ky nuk fol vet me mua, se ky se s'e ke kuptuar dhe erdhe tani këtu dhe të kërkosh falje. Ore çfarë po bën mo? Ai di se ç'ke bër mo. Ai di se çfarë komenti ke thënë. Po, e din ti se sa ke treguar për kapacitetin tënd inteligjent. E pra, duhet të vish këtu, duhet të bësh këtu, i kujtuar dhe të kërkosh falje. Unë ty, je shumë gabim. Jo, më shok, unë bëj si vi kërkojna. Falje nuk ta pranoj këtu. Shon për të dash pranon, dash mos e pranon. Nuk ta pranoj këtu. O, kur mos e pranon se pas orës të vonë. Unë kërkoj falje. Ke thënë fjalën me qëllim që unë të dal nga vetja, të reagoj, edhe pastaj dijes se si shkon situata. Okej, Miri. Miri, edhe s'plen me tregu. Se nuk tregon kur gjë. Unë e kështë të tregu. Jo, s'po flasun, mo. E di. Unë e kështë Po të është tregu. interesante se si Gimbo ta ka thënë fjalën që përdori për të nxjerrë ty nga vetja. Dhe se si nuk dole kur Rogerti tha një fjalë që është po aq e rëndë. Është të njëjtë. Ta them unë. A mund ta jap unë serimin? Po duhet, po. Sepse në këtë Big Brother ka filluar që ditën 1 deri tani, unë kam kuptuar edhe normal jam përmirësuar në sjelljen time dhe në reagimet e mia. Dhe unë nga gabimet normalisht do mësoj. Dhe reagimet. Po jo më nuk e bëra asnjë gabim, në rastin e Rogertit nuk e ke vënë ujë në zjarr. Në rastin e Gimbo, a mund të flas? Ose na mund të flas more. Me radhë, ju lutem, po flas me mirin. Atere, nuk e bërë asë një reagim. Në rastin e Rogertit, nuk e ke vënë ujë në zjarë. Në rastin e Gimbo, se ke bërë ka që të madhe. Ka them pra ja, sepse rasti i Rogertit ka qenë më përpara në kohë, edhe unë kam qenë më gjakzet, është normale. Tani, më mbrapa kanë kuptuar që të gjithë këtë lloj loje, të gjithë këtë lloj vrulli që kanë marrë këta, duke më poshtruar në dinjitet, në mashtrimet, në të gjitha epitetet e frikshme, unë i kuptoj pse i bëjnë. E kanë kuptuar këtë lloj loje dhe unë do luaj qetësinë. Dhe unë ta do t'i lë që ta të bie në gabime. Qartë, Selin. Lediana, shumë qesharake se si njerëzit u brenda e vendosin veten në ca situata super shumë të sikletshme dhe nuk kanë aftësinë as për ta vetë mbrojt veten e tyre. Atëherë, po e marrën nga rasti i fundit.
Miri nuk ka faj, sepse edhe kur u bë tema incestit, personi që e ka mbrojt Mirin dhe e ka bërtitur temën, kam qenë unë. Dhe nuk e ka mbrojt dot Mirin kur veten e vet. Ndoshta neve po të kishim pas një raport pak më të afërt. Si na thon, ndoshta edhe për të fjalë. Po Miri, me gjithë respektin që se kam, po flas unë. Ajo pjesë është mbyllur po flas. Ndërsa në këtë një sekond, Mateo, ta mbaroj mendimin tim. Ndërsa në këtë rast e dion. E mbrojta këtu, jam këtu e mbrojta. Ju lutem me radhë, po flet Selin. Dhe në këtë rast nuk pata mundësin ta mbroja sepse nuk I kemi më të njëjtat marrëdhënie. Ndryshe nga tre muskutierët këtu përballë nesh, pjesa jon kur e kemi dëgjuar që Gimbo e ka thënë këtë fjalë, jemi ulur disa herë për ta diskutuar, komentuar dhe I kemi thënë se sa në faj dhe në gabim është për fjalën që ka thënë. Një. E dyta. Po pse s'erdhe të kërkojmë falje? Për pyetjen që po bën Miri tani, në rast në momentin që Miri në asnjë sekond nuk e ka guximin të rri vetëm në këtë shtëpi, po është gjithmonë I shoqëruar, askush nuk ka përçkuar për ta përballur. Po vetëm isha unë të banakur, emi për sulmuar, vetëm mua dhe ty, ti duhet I përballësh personit Miri. Nuk ka nevojë të marrësh shokën dhe të rish për mbështetje. Për çfarë situatë përket vetëm ty dhe një personi tjetër duhet të përballësh. Gabimi që ka bërë, të vi unë. Po a u preke ti? Po ti ja ti shkove, a u preke? Ti sërinë që ti e vërtite. Ndoshta nuk ishte brashë madhe, ti u preke shumë. Duhet vi ai, me që ka kuptuar gabimin nga ju. Po në moment ti ke qenë vetëm pa Po vetëm jam këtu. Ti vetëm, ti në asnjë moment nuk e vetëm. Në asnjë moment. Ti një minutë, po patjetër më si. Sepse problemi është kur vjen të debatoj me ty, do të debatoj me ty, jo me shkallë vetë. Gimbo të kërkoj falje. Unë jam këtu me të gjithë banorët, edhe ai mund të kërkoj. Ka mundësi, dua se arroj diçka të kanë fyer e kanë kuptuar. Po, patjetër më të çfarë. Po pse çfarë? Po ti u prekaj shumë. Se nuk shkove me zero me thonë, hajde pak deri dashur si kuan ti mua ashtu po e ke parti. Po nuk kam se sqaroj mua se duhet vi ai. Sepse ndoshta edhe ti pret pranin. Ndoshta shkon atje I prekonizon dhe pret pranin ti gabimin që ka bërë vërtet. E pra. Se ka kuptuar gabimin që ka bërë. Edhe tani që po e kupton shumë mirë se këta shpesha e gabimit. Ha më çake. Çake, se shkova te Banoku, çake që shkova te Banoku, ty po të imitoj. Kene apo më imiton mua? Shkova te Banoku. Po e di që më ke idhull, më. E di që më ke idhull. Po, e di që më ke idhull. Ai zoti më zot. Edhe ti idhull e më vetëm kuptuar pjesën e gabimit. Prapë ma bën kështu, unë falje ty, unë falje këty. Ja ky e ti I vërteti. Edhe gjithë sjellja jote që ke bërë kundrejt meje tregon se kush je ti në të vërtetë. Dhe qëllimet e tua ku ke në këtë shtëpi. Pak ti, Unë jam shku te Banoku, unë jam shku te Banoku. Të dëgjoj Gimbo, të dëgjoj. Tranoj apo ky radio një presh skof. Nuk ka problem se dëgjohesh vetëm ti. Shkova te Banoku, edhe ky e din shumë mirë që kam ul afër edhe I thash, pse mirë nuk tutesh më debatu me mua, që si llafi kum fol me të. Veç kur erdh zhurmuesi numër 1. Ky vjen se I tutet ai më bë muhabet vet me mua. Unë e nxo vet te banjët, shuj. Unë nxove te banjët, I them e afrona me bë muhabet me to. Ti vjen për të bërë muhabet. Ti vjen për të fol ty. Unë vi ty me bë muhabet. Unë vi ty me vet, unë vi ty me vet. Se ti nuk vjen më gjujt vet mua. Se ti frigosh për me, se ik për me. Unë vi ty ti ngjej gabimet e tua. Unë ngjej gabimet e tua. 1 2 3 4 5 6 20. Ti mos e ke asnjë. Për çata, ti nuk rrin me mund debat po ik për me. Të pa edukat. Se ky jam unë. Ti ke Okej, Miri, të pyes, në klip pam edhe pamjet të tuat me shikimet që Gimbo I përshkruan si shikime jo normale të një mashkulli ndaj një femre për cilën nuk ka interes. Tu si të duke? Atëre, aty tek një sekond. Aty te klipi kishit vënë atë imazhin që Selin është te dushi. Të kam ardhur unë te dushi apo ke thënë hajde se kam atë muhabet ditë. Ta përgjigjen kur s'kesh përgjigjen e pyetjes së Dionit. Do ta kthej përgjigjen. Shikimet e mia ka qenë siç e kam thënë në çdo deklaratë edhe Selindja kam thënë në sy që ta admiroj për saktësinë, për mënyrën se si kundër përgjigjesh, se si për mënyrën se si lahesh në dush. Të gjitha. Te dushi ja ta them unë. Te dushi më ka thirrur. Ama një sekond. Momenti dushit është më ka thirrur dhe di shumë mirë para Prime-it dhe më ka thënë atë pjesën e xhelozisë. Ajo e di shumë mirë, më ka thirrur vet ajo aty. Arbër, diskutuar. Arbër. Tani, Spari mendoi që Gimbo është duke bërë një betejë e cila
në konvertrimin tim nuk është betejë vetë. Po veç taksë, ju s'po mleni me këto dhune, se do me fol pse. Ju s'po mleni me 2 minuta, të lutem. Po veç Gimbo. Ju s'po mleni mu me tregu çfarë betejë po bëj unë. Unë po bëj betejë me këtë njeri që e man krenarin që s'ka po kur gjë, e i ka po tanat zeza. Unë du m'ja qit këti në ftyrën që ky mshitet mu në përshpik nena, o shuj. Mshitet në përshpik nena, kishë unë jam mirë, apo din, unë jam krenar, o ti shok. E kuptova, Gimbo, ta dëgjojmë Arbrin. Një moshkull e një burri që kë nuk i ka. Dakor, Gimbo, e kuptuam të dëgjojmë mendimin e Arbrit. Se, domethënë, fakti që vërtet nuk është se ke drejt. Po s'lojnë se s'pënia, po kupton, nuk i një as juve as këta me folë se janë si radiona. Duroj 60 sekonda. Askush po të flet. Duroj 60 sekonda. Tani, unë mendoj që nuk është beteja vetë, sepse mendoj që kjo betejë në fakt është beteja e Selinit. Është beteja e Selinit sepse është një raport që ka qenë shumë i ngushtë. Dhe del Gimbo për të kryesuar këtë debat, këtë duel me Mirin për 2 arsye. E para sepse pëlqen Selinin dhe e dyta sepse kërkon që të përfshihet në debatet dhe dinamikat e shtëpisë. Këtë rregull. Do them gjë. Gjujt Mirin. Së dyti. Unë e gjujt Mirin. Mi më le ta marroj burrë mos bëj shumë. E ka thon dikujt. Nuk e ka mbaruar, nuk e ka mbaruar. Ky do më gjujt mua, i gjuaj edhe në timën e vëllau, po kush e ky? Të lutem. Unë kam rezervat e mia për sjelljen e Mirit. I kam shprehur hapur. Por dua ta përgëzoj për mënyrën se si e menaxhoi këtë situatë. Sepse në rast se ti merr përsipër të vesh ato epitete, kam përshtypjen se nuk e ke menu gjatë, se në thelb del që je edhe ti ashtu. Në thelb. Në finish i bie që ti je dhe ti ai epiteti nëse është Miri. Në finish. Unë si kam 46 vjet. Po s'ka lidhje më zotri. Ka lidhje zotri. Epiteti, Gjysa e moshës tonë. O, Gimbo. Është gjysa e moshës tonë. Gimbo, do më dëgjosh? Nuk e kupton. Gimbo, do më dëgjosh? Po. Tani, nëse i ve ati një epitet që ai nuk e mban dot në kurriz, edhe nëse ka pritur prajmen, shumë mirë ka bërë, se është lojtar në funditës. Se si ju produlloni gjithë rreth Mirit. E kupton për këtë temë. Tani, në momentin që ti i ve një epitet, ai epiteti ka të bëjë me moshën e asaj vajzës. Ajo vajza nuk është minorene. Ajo është një vajzë e rritur, është 23-24 vjeç. Dhe nëse ai do vlente për Mirin, do vlente edhe për ty, sepse i bie që edhe ti po pëlqeje një vajzë që është minorene. Nuk është minorene kjo. Po çfarë? Ai di çfarë do të thotë pedofil, o vlla. E pa atëherë nuk e kupton fjalën. Po nuk ka të bëj diferenca e moshës për të bërë atë fjalën. Këtë po themi. Monika. Unë. Ti po. Ti Monik, ti. Unë shikoj që Gimbo ka një keq kuptim vetëm me fjalën, por në sa i përket lojës vetë pastaj është shumë në llogore. Nuk shikoj asgjë të keqe, normal që nuk ju pëlqen të tjerëve për ta pas Gimbon aktiv, sepse Gimbo deri tani ka qenë pak i heshtur, i qetë, krijoi dhe stabilizoi marrëdhënien e vet me Selinën, pra ndau Mirin me Selinën dhe krijoi një marrëdhënie të konsoliduar me të, dhe kjo i dha zë. Më fal, një marrëdhënie që kanë ngel në vend, gjithsesi. Po më çon si ka ato tash ato rritin sekatorë aty. Nuk është konsolidim, se po konsolidimi është që të bërtasi Gimbo të mbroj Selinën. Jo, që të bërtasi Gimbo është servilosje. Më shumë se sa Selina për situatën e Selinës. Servilosje, po e shikoj edhe si një mbështetje që Gimbo do ja jep Selinës. Tash pse kjo e Gimbos për Selinën është servilosje dhe ajo që bën Mateo për Brikenën s'qen ka servilosje? Se thash unë atë. Po mirë pra. Mund të jetë ajo me pjesë servilosje. Mund të jetë. Unë e respektoj shumë një famë që më ne me pas krah edhe normalisht që njerëzit. Unë të duk servilosje. Po gentil. Ai është shumë gentil, patjetër. Po gentil. Në fakt gjithashtu duhet të jenë gentil. Kompetenti hapësira të kësaj natë. Megjithatë, unë vetëm një gjë doja t'i thoja Gimbos. Gimbo, mu më pëlqen prezenca jote në shtëpi, më pëlqen aktiviteti, më pëlqen solariteti që ti jep shtëpisë, energjia pozitive. Unë vetëm një gjë do të thoja, vazhdo dhe luaj fort në marrëdhënie dhe në krah të Selinës, por mos e lejo Selinën që të komentoj, po themi, gjëra të tjera që të vendosin ty në konflikt me banorët e tjerë të shtëpisë. Për shembull, rasti kur Selin komenton marrëdhënien e Mirit me bashkëshorten e tij,
mua nuk do të duket fair nga Selin. Unë kam komentuar marrëdhënien e Mirit me bashkëshorten? Po, ke komentuar. E ke komentuar marrëdhënien e Mirit me bashkëshorten. E para njërë se kam komentuar me Gimbon, dhe dyta e kam komentuar me Juelën, dhe nuk e kam komentuar, po kam thënë në mendjen time që unë jam një overthinker, kështu ka qenë gjithë fjalia, ka patur momente që mund të kem menduar që ndoshta dhe nuk është një marrëdhënie e shëndetshme mes ti dhe nuk e kam pyetur një sekond. Nuk e kam pyetur kur Mirin, sepse nuk e kam besuar. Thjesht ka qenë nga mendimet e mia. Që Monika, unë mbajmë shumë mirë çfarë flas, me kë e flas, nuk ka qenë akuz, ka qenë një mendim i imi që nëse do ta kisha besuar, do ta kisha bërtitur. Po ne kemi 60 ditë që kemi qenë kaq ngushtë. E s'ma ke përmendur njerëz se gjë. Duke me Ajsa ku të njohur. Ke bërë këtë gabim, ha? Me Ajsa të njohur në lojë, asnjë gjë që nxjerr ti nga goja jote nuk është e rastësishme. Pra ti i gjuan derës që të dëgjoj Penxheria. Kështu që nuk e shikoj në një këngë vështrim. E para njerë nuk kam komentuar